Në ceremoninë shtetërore të lamtumirës për 3 herë kryeministrin e Shqipërisë dhe kryetarin themelues të Partisë Socialiste të Shqipërisë Fatos Nano mbajtën fjalën bashkëshortja e të ndjerit Gjoana Nano dhe djali i saj Sokol Nano. Gjoana Nano e cilësoi këtë të diel si më të errëtën e jetës së saj, ndërsa tha se Fatos Nano ishte shumë më tepër se një figurë publike, i cili nuk e njohu kurrë hakmarrjen ndaj kundërshtarëve. Gjoana Nano tha se pavarësisht çmimit që pagoi, Nano nuk hoqi dorë nga përpjekja për ta parë Shqipërinë më të begatë. Dita e sotme është për mua dita më e errët dhe e trishtuar e jetës. Po ndahem me njeriu me të cilin kalova një çerek shekulli jetë dhe me të cilin më lidhen përveç dashurisë shumë e shumë ëndra, shpresa e zhgënjimet përbashkëta. Sot është një nga ato ditë që unë nuk do të dëshiroja të jetoja kur. Sepse Fatosi ishte shumë më tepër se sa një figurë publike. Shumë më tepër nga ato që janë thënë dhe do të thuhen në histori dhe nëpër media. Fatosi ishte i vërtet. Ai nuk dinte dhe nuk donte asnjëherë të shtirej. Ai nuk merrte poza. E urrente populizmin. Ai bënte atë që besonte dhe besonte tek ajo që bënte. Sepse ai besonte me shpirt në vlerat europiane. Fatosi ishte neveritës ndaj banalitetit, servilizmit dhe paaftësisë. Siç e ka thënë vetë, ai eci mes baltës së politikës pa u bërë pis prej saj. Hakmarrja ishte një cilësi të cilën ai jo vetëm nuk e kishte, por nuk pranonte ta njihte. Më së miri, këtë e dëshmoi në periudhën kur e drejtoi qeverinë menjëherë pas burgimit pa drejt, kur vendi ishte në prag të përplasjes më të madhe civile. Ishte sjellja e tij që rindërtoi atë që edhe pse nuk duket, është thelbi i jetës së një vendi. Paqja sociale. Sokol Nano tha se babai i tij vendosja dheun para vetvetes. Ai besoi gjithmonë se politika shkonte përtej luftës personale. Ai ngrinte ura, nuk ndërtonte mure. Ai mbolli ide, kulturë dhe qytetari. Ishte i butë dhe hokatar, tolerant me gjithkënd që mendonte ndryshe, brillant në argument, i ashpër dhe i drejtë kur kërkoi vendim dhe kurajo. Sot i them lamtumir Timeti dhe faleminderit për trashëgiminë e vyer që na la. Faleminderit kampion për guximin, për kulturën, për qytetarinë, për batutat, për kokëforcinë dhe për zemrën. Për lirinë që na mësove ta mbrojmë brenda dhe jashtë vetes. Ne do të të kujtojmë si baba, si shok, si burr i rrallë shteti që vuri atë dheun përpara vetvetes. Në ceremoninë shtetërore, një fjalë të rastit mbajti edhe kryesocialisti Edi Rama, i cili ndër të tjera tha se Fatos Nano la gjurmë të pashlyeshme në historinë politike të vendit.